Ylber Ramadani duket se kthehet në një futbollist vendimtar për skuadrën e Lecces kur ajo ka më shumë nevojë për ndihmën e tij, ndihmë edhe duke shënuar gola të rëndësishëm për të siguruar rezultate që do ta ndihmojnë ekipin për mbijetesën. Kështu ka ndodhur në sezonin e kaluar me golin ndaj Torinos, ndërsa dje Ramadani ndihmoi ekipin me një tjetër gol të rënd në një transfer shumë të vështirë, siç është ajo ndaj Cagliarit që është rival direkt për mbijetesën. Lecce kryesonte 1-0, por në minutën e 76 Ramadani ja bëri më të thjeshtë gjërat ekipit të tij. Ai mori topin në kufitë e zonës dhe me një diagonale nga majta në shtyllën e parë, poshti portierin Caprile duke dyfishuar shifrat. Ky ishte goli i parë i sezonit për Ramadanin, i cili ka shënuar nga një gol edhe në secilin nga sezonet e përparshme me Lecce në Serie A.